Meditimi i thellë për lidhjen me tokën dhe hapjen e kanaleve energjetike. Në këtë meditim do të bëjmë një lidhje të fuqishme me energjinë e tokës dhe aktivizimin e qarkullimit energjetik në trupin tonë. Ky meditim do të të ndihmoj të thellosh lidhjen me tokën, të balancosh energjinë e trupit dhe të hapësh kanalet energjetike për të lejuar një rrjedhje të lirë dhe të fuqishme të jetës përmes teje. Gjej një vend të qetë në natyrë ose një hapësirë të brendshme të pastër energjetike, ose aty ku je shtrirë në krevatin tënd. Vendos një qëllim të qartë. Thuaje me zë të butë ose me mendjen tënde: unë zgjedh të lidhem me energjinë e tokës. Lejoj trupin dhe shpirtin tim të riharmonizohen me forcën e saj të fuqishme dhe shëruese. Merr frymë thellë, ngadalë dhe butësisht, dhe liroje ngadalë dhe butësisht. Tani, nëse je jashtë dhe këtë meditim po e dëgjon, të këshilloj që të shtrihesh në barë. Gjithashtu, nëse je në krevatin tënd, të këshilloj të vizualizosh një ambient të cilin e njeh shumë mirë. Ta vizualizosh sikur je i shtrirë në atë barë dhe po lidhesh me energjinë e tokës. Fokusoje vëmendjen në këmbët e tua dhe çakrën e rënjës, e cila ndodhet poshtë shtyllës korrizore. Imagjino rrënjë të forta energjie duke dalë nga shpollat e këmbëve dhe nga çakra e rënjës. Këto rrënjë hyn thellë në tokë, duke krijuar një lidhje të fortë me energjinë e saj. Ndjeje se si trupi yt bëhet më i qëndrueshëm, më i sigurt dhe më i fortë. Thuaje me zë të brendshëm: unë jam e lidhur me tokën. Unë jam e mbështetur. Unë jam e sigurt. Unë jam e rënjosur. Merr frymë thellë dhe ndjeje se si energjia e tokës ngjitet ngadalë përmes këmbëve të tua, duke mbushur gjithë trupin me fuqi dhe stabilitet.
Dhe tani, përmes vizualizimit, le të hapim kanalet energjitike në të gjithë trupin. Imagjino një rrjedhë drite të artë, e cila ngjitet nga qendra e tokës, duke kaluar përmes këmbëve të tua dhe duke hyrë në çakrën e rrënjës. Lëre energjinë të ngjitet në të gjitha çakrat e tua, në të gjitha çakrat me radhë. Dhe teksa kjo energji ngjitet në çakrën e rrënjës, ti e ndjen jetën, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë. Ndjeje se si kjo dritë bëhet një dritë e kuqe dhe e fortë. Ngjitemi më lart tek çakra sakrale dhe ti ndjehesh i lidhur me emocionet. Ndjehesh krijues i jetës tënde, krijues i emocioneve të reja. Imagjino që kjo dritë ndezet dhe aktivizohet në ngjyrë portokalli dhe ngjitemi akoma më lart tek çakra e diellit, ku kemi forcën e brendshme, gëzimin për jetën. Ndjeje se si një dritë e artë po ndizet dhe ndez fuqinë tënde personale. Dhe ngjitemi më lart në qendër të krearorit, tek zemra shpirtërore, ku kemi dashurinë, harmoninë dhe mirëqenien. Dhe lëre që kjo energji të hap zemrën tënde dhe kjo dritë të shndërrohet në një dritë të ndritshme me ngjyrë të gjelbër. Dhe ngjitemi akoma më lart tek çakra e fytit, aty ku kemi komunikimin, të vërtetën, dhe lejoje që kjo dritë të shndërrohet në blu, të pastroj çdo blokadë. Dhe ngjitemi akoma më lart në zonën e vetullave, ku kemi intuitën, urtësinë dhe imagjinatën. Imagjino që kjo dritë shndërrohet në një ngjyrë indiko dhe e hap këtë qendër. Dhe ngjitemi akoma më lart në çakrën e kurorës, ku kemi lidhjen me universin, me Zotin, me gjithësinë. Ndjeje se si një dritë e bardhë të lidh me energjinë hyjnore. Dhe kjo dritë
ndërrohet në ngjyrën lila, ku ti ndjen fuqinë e universit, fuqinë e krijimit, fuqinë e gjithësisë. Dhe kur energjia arrin në majën e kokës, vizualizo një rrezë drite të bardhë që ngrihet lart, duke të lidhur me qiellin, me forcën hyjnore. Qëndro në këtë ndjesi të qarkullimit të lirë, të energjisë, duke ndjerë se si çdo pjesë e trupit aktivizohet dhe gjallërohet. Ti thith energjinë e shërimit dhe po e mbush të gjithë trupin me forcë dhe harmoninë e natyrës. Imagjino që nga toka ngrihet një energji e re, e gjelbër, e butë dhe e freskët. Dhe lëre atë energji të mbush çdo qelisë të trupit tënd. Nëse ndjen tension, vizualizo se si kjo energji shpërndan çdo bllokim dhe mbush trupin me lehtësi, me qartësi, me harmoni. Ndjeje se si je bërë një me tokën. Ndjeje se si po e merr energjinë e saj shëruese. Ndjeje se si po e mban atë energji brenda teje. Ndjeje se si trupi bëhet më i freskët dhe më i fuqishëm. Tani, imagjino një sferë drite të artë, e cila e rrethon gjithë trupin tënd, duke e volosur këtë energji të re dhe të pastër. Vendos duart mbi zemrën tënde dhe thuaj me mirënjohje: faleminderit, tokë e dashur, për dashurinë, forcën dhe shërimin që më dhe. Unë jam i rrënjosur, i mbrojtur dhe i mbushur me dritë. Ndjeje energjinë e tokës, shërimin e saj, dhe mbaje gjatë këtë energji, duke u ndier falëndërues, mirënjohës për barin, lulet, pemët, gjithësinë, natyrën, sepse të gjithë jemi të krijuar nga i njëjti burim, nga e njëjta forcë, nga e njëjta energji, nga e njëjta dëshirë, nga e njëjta dashuri.
Merë frymë thellë dhe liroje ngadalë. Fillo të lëvizësh duart, këmbët, dhe dal ngadalë, përgatitu të hapësh sytë. Përsërite këtë meditim sa herë që ndjeheni të lodhur ose të shkëputur nga vetja. Të mbash energjinë e pastër dhe të fuqisosh të gjithë trupin tënd. Sa herë ta praktikosh, aq më shumë do të ndjesh harmoninë dhe stabilitetin e brendshëm.